por paralajmërimet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të vazhdueshme, duke i thënë që jo vetëm ju guxoni të hapni më luftë, madje Presidenti Trump thotë që e mbylla një luftë atje, një rrezik lufte. E konfirmoi dhe ish presidentja Osmani, e cila tha në shumë situata kemi patur lidhje të drejtë për drejta me Shtetet e Bashkuara. E rëndësishme është ju nuk do të shpëtoni pa i dhënë zgjidhje fund të problemit, pra të zgjidhje përfundimtare midis të çështjes të konfliktit midis Kosovës dhe Serbisë apo të njohjes tyre të ndërsjellta apo reciproke. Natyrisht këto kushte, kur kemi luftë në Iran, kur kemi luftë në Ukrainë, sigurisht që Ballkani është, si thosh, në një gjendje më komode, më i ruajtur, pavarësisht nga ato, le të themi, ëndrat apo synimet e fshehura dhe të qartura të presidentit Vučić, por besoj që nëse do të ecet mirë me konfliktet në Iran, po edhe në Ukrainë, ka një shans që në Ukrainë të mbyllet në qershor, nuk është kaq e thjeshtë, po të paktën ekzistojnë idetë në letër planifikuara, atëherë Ballkani do të vihet në fokus, sigurisht, me shpresën që të zgjidhet përfundimisht ky problem i rëndësishëm, jo vetëm i Kosovës dhe Serbisë, por çështja e Bosnjës. Sepse Republika Srpska atje, pavarësisht se ka ndryshime, Dodiku është larguar, vazhdon të jetë aktor i rëndësishëm. Vazhdon të jetë aktor, dhe si thush ato siguresat janë lagur, nuk ka rrezik, por prap ekziston si një pikë delikate e Ballkanit. Po të shpresojmë që nuk do të ndodhi asgjë. Kolonel, edhe dy tema kisha që doja t'i prekja me autoritetet sërbe u deklarua gjatë sa jave që zbuluan pako me eksploziv të fuqishëm me detonator shumë pranë qytetit të Kanjizas, pranë kufirit me Hungarin, për të hedhur në erë një gazsjellës të rëndësishëm që trafikonte gazin rus. U akuzua Ukraina, por presidenti Zelenski dhe shërbimet ukrainase e hodhën poshtë. Çfarë do të thoshte për ju kjo? Destabilizimi Ballkanit apo lojë në kuadrin e zgjedhjeve që po priten me shumë interes në Hungari mes Orban dhe Magjarit? Unë do të thosha që kjo është gjithmonë që serbët bëjnë lojra të tilla dhe kjo nuk është një lojë e parë. Unë nuk kam gjetur një deklaratë apo një dokument që ta vërtetoj që ky eksploziv ka lidhje me Ukrainën apo ka lidhje me një aktor tjetër. Kjo është e pamundur që të ketë lidhje me Ukrainën, se ukrainasit nuk kanë interes ta bëjnë këtë, pasi janë shumë të angazhuar me çështjet e brendshme të tyre, me luftën që zhvillohet në Ukrainë. Por presidenti Vučić dhe politika serbe është ndërtuar në atë mënyrë që çfarë do lloj ngjarje të manipuloj dhe ta përdor atë së pari për konsum të brendshëm, por edhe për konsum të jashtëm. Për konsum të jashtëm në këtë rast mund t'i konvenojë ose mund t'i përshtatet shumë kryeministit aktual të Hungarisë Orban për t'i dhënë atij një mbështetje që të fitojë zgjedhjet, pasi dihet që nga sondazhet diferenca 13 pikë poshtë. Po, ja, ka një diferencë të madhe 10 pikësh, po megjithatë sistemi hungares ka disa kleçka që mund ta nxjerrë përsëri zotin Orban si kryeministër. Këtë kemi parë që kjo nuk është vetëm kjo rasti që i parë që për të mbështetur zotin Orban. Ne pamë edhe vizita të tjera të titullarëve të ndryshëm që kanë shkuar gjatë fushatës elektorale ose gjatë fushatës për zgjedhjen në Hungari që kanë mbështetur presidentin Orban. Por kjo unë nuk e shoh. Ukraina nuk ka asnjë lloj lidhje në këtë rast. Nuk ka asnjë lloj lidhje, kjo është më shumë një propagandë e cila është përdorur dhe trajtuar në atë formë, jo vetëm për të përdorur si konsum i brendshëm, por edhe për t'i dhënë një mbështetje, sidomos nga miku i tij, se unë do ta konsideroj që Orbani e konsideron si mik, zotin Vučić, por gjithkohësisht dhe zotin Dodik. U tha diçka, po dua ta përmend, nuk dua të kaloj në një temë tjetër për zotin Dodik. Zoti Dodik nuk ka ikur nga skena politike. Ai nga para skenës ka kaluar në pas skenë. Çdo person që është në Republikën Srpske është një kukull e tij.
Qartë. Edhe një pyetje të fundit, shkurtimisht të lutem kolonel. Gara e armatimit Kroaci-Serbi intensifikohet gjithmonë më shumë, mbi të gjitha për shkak të blerjes nga ana e Serbisë e një rakete të fuqishme balistike kineze me rreze goditse deri në 400 kilometra. Kjo ka shkaktuar tension dhe Kroacia e ka raportuar në NATO dhe të paktën informacioni masiv për publikun është deri këtu. Po kam përshtypjen NATO duhet ketë shkuar diçka më thellë, sepse është raketa e parë e tillë që vjen në Europë.